Përshëndetje të nderuar shikues të Agjencisë së Lajmeve Kosova Press. Ndodhemi në objektin ku janë zyret e Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, ku do të realizojmë një intervistë me Ministrin Andin Hoti. Faleminderit shumë për kohën, Ministër. Është kjo intervista e parë si ministër për Kosova Pressin. Faleminderit sërish për kohën edhe për këtë intervistë. Është vërtet, faleminderit juve dhe faleminderit që jeni këtu bashkë me ne, pavarësisht se ne në fakt kemi pas edhe intervista tjera në punën tjetër kemi qenë, po për mua është obligim në radhë parë që përmes juve të komunikojmë me qytetarët, të tregojmë punën e aktivitetit tonë që bëjmë. Fillimisht pra po e fillojmë këtë intervistë me vendimin e fundit që keni marrë, por edhe me shifrat themi kështu alarmante të vdekjeve në vendin e punës. Ju para disa ditëve keni njoftuar ministër për një vendim që keni marrë për një aksion të gjithëmbarshëm, pra të inspektimeve në nivel vendi. Na trego se çka përmban ky vendim, edhe pse ka qenë i domosdoshëm, a është dashur të priten pra një numër kaq i madh i vdekjeve, së paku nga sindikatat është thënë që gjatë këtyre 4 muajve kanë qenë 7 vdekje në vendin e punës. Faleminderit shumë. Atëherë kur flasim për vdekje, ne po flasim për njerëz. Dhe kur flasim për njerëz, këto numrat është mirë me u verifiku edhe nga sindikatat, edhe nga mediat, edhe nga ne, para se me u bë të tilla publike, me konsideroj unë me raste caktuar tendencioze, sepse nuk kanë qenë një numër të tillë në të vdekjeve në vend të punës, s'paku jo të vendeve të punës që janë të akredituara, të licencuara, të regjistruara. Vendimi që ka marrë partia ju e dini që i ka 2 muaj që jam në këtë ministri, nuk ka të bëjë vetëm në vitin 2006, po vendimi ka të bëjë edhe në vitin 2025. Është fatkeqësi e madhe për Republikën e Kosovës që ne kemi një numër aq të madh të vdekjeve të vitit 2025 në këtë rast po flas, dhe kryesisht në 19 dhe kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë. Ndodh një tragjedi e tillë. Ne nuk kemi njerëz me këtë. Nuk po du me lidh, më qenë se nistia e me lidh, por nuk po du me lidh me luftën, po besoj që ballë kemi dhënë njerëz për këtë vend, kështu nuk ka njerëz më me humb ky vend, dhe ai vendim ka të bëjë me një masë emergjente të inspektorat janë ndarë në 2 fusha. Ka inspektora për siguri dhe shëndet në punë dhe ka inspektora për kontratë, për marrëdhënie të punës. Dhe përmes vendimit ne kemi dashur që krejt inspektorat me qenë të fokusuar kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë dhe me inspektuar në komplet territorin e Kosovës për masat e sigurisë dhe shëndetit të punës që janë të i marrë këtë kompani që po merrem me ndërtimtari. Vendimi mendoj që ka qenë shumë i nevojshëm në radhë të parë për me dërguar një mesazh edhe tek kompanitë të Kosovës, që ne nuk jemi kundër biznesit në Kosovë, por ne jemi pro shtetare, ne jemi pro jetës së njerëzve, ne jemi pro shëndetit të njerëzve, që ato kompani duhet ta kenë të qartë, unë fakt kam desh dhe do të bëj, me bëu edhe një fushat sensibilizuese muaj dhe në fillim, në vijim me këto kompani, për këto kompani që mi tregu që nuk kushton aq shumë mi rregullu masat e sigurisë në punë, sa kushton një dënim që mund ta jap pastaj inspektorati e as më keq sa kushton jeta e një njeriu. Kështu që vendimi ka qenë mendoj unë shumë i nevojshëm, a është i vonuar, nuk është i vonuar, nuk e di një gjë të tillë sepse unë jam thash prapë që 2 muaj në këtë ministri, e di që ka raporte të viteve të ndryshme të vdekjeve në punë dhe nuk është që janë të gjitha njëjtë, nuk është që kanë qenë një 2024 të 2023. Viti ndoshta që ka qenë më alarmues është viti 2025 për vdekjet në punë për shkak të telefonave ndryshme, edhe 2026 që filloi fatkeqësisht shumë keq me këto raste. Por vendimi unë e konsideroj dhe nuk jam pishman në asnjë moment, bile unë konsideroj që ne duhet marrim me masa të tjera në raport me zbatimin e ligjit punës këtë rast, këtë bëjnë inspektorat, por më duhet me theksu që në Republikën e Kosovës aktualisht ka një numër të madh, por një numër shumë të vogël të inspektorave që merren me këtë. Po thashni Kjo është fatkeqësi. Një aksion siç është paraparë sipas vendimit, një aksion i gjithëmbarshëm, i menjëhershëm në gjithë territorin e Kosovës, marrë parasysh
numrin e vogël të inspektorëve që si shkoj Po, e para nuk është më njëhershëm. Është nis dhe derisa të përfundon, po nuk ndalet. Pikërisht për shkak me vendim, drejtori që është vendos tash me vendos ushtrues të drejtorit përgjithshëm të inspektoratit, zoti Kastret Jashari, përmes vendimit ka të drejtë që dhe inspektorat që nuk merren me siguri shëndet punë, këta tjerë që merren me kontrata, me angazhu që më marrë me këtë çështje, me kontroll. Në njëjtën kohë, përmes vendimit, inspektorat kanë më punu me 2 ndrime. Nuk kanë më punu më veç prej 8-4, po kanë më punu 8-4 dhe 4-12 natë. Domethënë kanë pas mbulim të territorit, sidomos në lokacionet, vendet, zonat që ne i konsiderojmë me rrezikshmëri më të lartë, për shkak statistikave që kemi pranuar në të kaluamën për këto vdekje. Po du me dalë të numrin inspektorave. Numri inspektorave aktualisht është 50, që është konsiderojnë shumë i vogël me mbulu komplet territorin e Bishkës Kosovës. Çka tjetër kemi ndërmarrë, aktualisht inspektorati është të përgatit edhe termat edhe përshkrimin e vendit punës për mi punësu edhe 30 inspektora tjerë. Besoj që brenda javës tjetër, ose kur do që ata janë gati, po brenda 2 javë maksimum, ne do të bëjmë edhe një shpallje tjetër, ku do t'i përmësojmë edhe 30 inspektora, dhe ky nuk do t'jetë numri final inspektorave që ne arrim me i ngrit në këtë mandat. Unë besoj që numri inspektorave në këtë mandat, edhe t'u bazu në raportet dhe organizatave ndërkombëtare që i kanë monitoru inspektoratin qendror të punës më herët, do t'jetë minimum 120 në territorin e Bishkës Kosovës. Çka tjetër po ndërmirët për qytetarët e Kosovës është që po digitalizohet inspektorati. Tashmë inspektorat nuk bëjnë inspektime, në fakt janë në fazën e tranzicionit në mënyrë manuale. Po bëjnë inspektime në mënyrë digjitale, domethënë me laptop, me iPad, me çka do që i kanë ata, dhe përmes digitalizimit është krijuar një platformë që quhet e-inspektimi. Dhe në mënyrë reale, të menjëhershme, momentin që ata shkojnë te kompania me bëjnë inspektimin dhe i gjejnë gjeturat, dhe ato gjetura raportohen në iPad-in e tyre, ato menjëherë transferohen në databazat tona, ku nuk mund ndryshohet pastaj. Domethënë mendoj që në këtë formë jemi tu rrit ka pak cilësi nivelin e inspektimit. Ju thatë ministër që nuk është i vërtet numri prej 7 vdekjeve në vendin e punës, siç thuhet së paku nga sindikata ditëve të fundit, por cili do numër që është. Kush është përgjegjës për këto raste edhe a ka nisur hetime? Hetimet i nisë drejtësia, mirë po nga ana e inspektoratit, po, secili prej rasteve është në hetim të inspektoratit në këtë rast, dhe kush është përgjegjës, po ne definitivisht janë kompanitë përgjegjëse. Secili prej rasteve që ne kemi pa deri tash, sepse më kam lypur raport prej rasteve që kanë ndodhur, janë për shkak mungesave skeleve, për shkak mungesave të helmetës dhe pajisjeve tjera të trupit, dhe raste të tilla të pakujdesisë për shkak mungesës së pajisjeve bazë që duhet mi pas një punëtor ose një kompani kur të punon në ndërtimtari. Domethënë nuk janë raste të pakujdesisë së qytetarit, në këtë rast punëtorit, po të pakujdesisë së punëdhënësit. Domethënë që nuk ka arrit një siguru pajisjet e nevojshme. Dhe edhe një herë po e përsërisë. Nëse e analizon si kompani, sa është kostoja për me ble këto pajisje, qoftë skele, qoftë helmeta, qoftë këto të dula, po çka do të qoftë tjetër që nevojiten, kostoja është qaq e vogël, sepse ato janë të përhershme, po më derisa të amortizohen, por ç'është kostoja është qaq e vogël, saqë edhe për vetë imazhin e asaj kompanie, kostoja është më e madhe nëse ndodhin raste jo të tragjike, por raste të lëndimit, sepse ne kemi edhe raste të lëndimit, ato janë tragjike për ne. Kështu që unë besoj që çka duhet me ndodhë në Kosovë është ne nuk duhet të jemi vetëm çekeç për kompani, por kur kemi fatalitet nuk negociohet kjo, por ne duhet të jemi edhe një lloj mbështetësi me ja u shpjegua kompanive, prandaj po duhet të bëni vështirësi zhvilluese, sepse është e rëndësishme të rrisin masat sigurisë në punishtë të detyra apo çka tjetër. Ne deri tash folëm për sektorin e ndërtimtarisë, po sa përgjithsisht respektohet ligji i punës, kush janë shkelësit më të mëdhenj të këtij ligji, edhe cilat janë masat që janë ndërmarrë ndoshta përpara se ju t'jeni ministër, por edhe tash ka keni planifikuar
të ndërmerrni pikërisht për këtë, për respektimin e ligjit? Në bazë të kompetencave të Inspektoratit të Punës, që njëna prej punëve tyne është monitorimi e respektimit të ligjit punës, ajo që ata ndërmarren është gjoba. Dhe që ata ishtë deshtë me ndërmarë është dhënia e shiritave apo bllokimi i punëve. Që fatkeqësisht me asa kumpaon, deri më tash nuk është që kanë vënë shumë shirita apo blomba që quhen ndrysh edhe tjerat. Inspektorat tonë gjatë inspektimeve që i kanë bërë. Çka inspektorat tonë kanë bërë në viteve të kaluara, kanë pasur që mungojnë masat e nevojshme, kanë vu gjoba për kompani ndryshme dhe ato gjoba variojnë prej 1.000 nëse s'ka bëj deri në 30.000. Po kryesisht gjobat nuk janë maksimale. Pavarësisht që ligji e thotë qartë që varësisht prej rrezikut, varësisht prej masave vendoset edhe gjoba, kështu që një kompani që është me një kapital goxha të madh dhe që ka një interes goxha të madh të punës, ka dhe livërdim me pagu një gjobë dhe me vazhdu punë. Ajo që kemi ndërmarrë në atash është asnjë kompani, ama bash asnjë që ne e hetojmë, që inspektorati jeton, nuk mundet me vazhdu punën e saj më, sepse do ja vendosim, veç ja kemi filluar, veç është vendos shiriti fundit në kompaninë që ndodhi rasti, do të vendosim shirita dhe është veprë penale me prej shiritat, përderisa ajo kompani jo vetëm që e pagun gjobën, po edhe ndresh i rregullon masat për siguri dhe shëndet punë. Kjo është ajo që duhet me bua. A ka shkelje? Shqipe unë, pavarësisht që s'kom qenë në ministri, ne jetojmë në Kosovë. E dim çfarë shkelje ka, e dim çfarë lloje shkeljeve ka, po ajo që mua më intereson është që me i klasifiku kompanitë që kanë rrezikshmëri pak më të lartë, domethënë me rrezik më të lartë, edhe llojet e shkeljeve me rrezik më të lartë, që to t'i ndalim me njëherë, dhe pastaj këto tjerat në vazhdimsi, sepse tregohet që numri i inspektoratit nuk është i mjaftueshëm, edhe të tjerat në vazhdimsi ti monitorojmë edhe t'i ndalim kudo që i shohim. Ministër, si fushë veprimtari që mbulon ministria që ju udhëheqni, janë edhe vlerat e luftës çlirimtare. Para disa ditëve në raportimin që keni pasur para Komisionit për të drejtat e njeriut, para deputetëve, por edhe para opinionit publik, jeni zotuar që do hartohet pra ligji për vlerat e luftës çlirimtare. Çka parasheh ky ligj, ministër, dhe për sa kohë, domethënë kur planifikohet të dërgohet për miratim në institucionet ligjore? Në Kosovë ekzistojnë disa ligje që i përfshin vlerat e luftës çlirimtare në rast të ushtrisë shëndore të Kosovës. Nuk po e them kështu me komplet emërtim sepse janë doja, por ligji për statusin drejtat e veteranëve, familjeve dëshmorëve, invalidëve e tjera. Ligji për veteranë, ligji pensionet, që që përfshihen edhe këto. Domethënë janë disa lloje të ligjeve që nuk janë as të harmonizuar mes veti në radhë parë. Prandaj edhe ne në fillim kemi dërguar në ex post. Ex post është rivlerësim. Me këshyr apo folin këto ligje mes veti, apo komunikojnë këto ligje mes veti, sepse me lëvindun, po punëve dhe të komisionit qytetar që më qenë edhe tash, që këto ligje nuk komunikojnë mes veti dhe kanë ndesh kanë njerë edhe me njëna tjetër. Kjo është e para. Ligji për vlerat e luftës nuk është ligji për statusin drejtat e tjera. Është një ligj që nuk ekziston në Republikën e Kosovës. Ligjin për vlerat e luftës shqiptare, që është u bë koncept dokumenti për kësaj ministrisë, pastaj ndo procedura që duhet me kalu në qeveri, duhet me bë projekt ligji, konsultimet publike e tjera, ku ne pretendojmë me përfshi edhe shoqatat dale nga lufta për me dhënë inputin e tyre, por megjithatë është një ligj që është diskutuar, nëse ju kujtohet, para më shumë se 10 vite, 15 vite, dhe çuditërisht, vetëm për shkak të një nene, ku ajnen specifikante që qytetarit i ndalohet me fol për vlerat e luftës për ushtrisë shëndetare të Kosovës dhe pastaj për shkak të reagimeve edhe ndërkombëtare edhe të tjera, nuk është votuar asnjëherë. Janë 9 herë që s'ka bëj ka dalë në Parlament të Kosovës edhe nuk është votuar asnjëherë. Çka parasheh ligji është në radhë parë me i marrë të gjitha këto ligje, me i fuzionu, me i klasifiku, me i harmonizu me një ligj. Çka parasheh tjetër ligji është mi avu dignitetin kategorive të luftës. Shpeshherë po e marr shembull edhe këtu te ti, një shembull shumë praktik që qytetarët më kuptuan çka mundet me bëj çaj ligj. Me 17 shkurt është parada për nder të pavarësisë Kosovës.
Dhe në parat e ke po Forcën e Sigurisë Kosovës, e ke po Policinë e Kosovës, gardat ceremonale, etj. Nuk po them që kam realizu unë bazat për vënaj, po shpresoj që kam realizu me gjithat ne për vënoj bazat, për bëjmë ligjin, kur do që vjen pastaj ligji nuk është as mbi blasforan, mujnë me ndryshu, me ndryshu etj. Paramendoni në qatë performim që po bëhet të gardave, me qenë në radhë të parë, një gardë ceremonale e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë ndoj që kjo është digniteti që ti ose na në këtë rast, Kosova në këtë rast, qytetarët e Kosovës ja japin ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, çka saktësisht ka për qëllim? Ju e përmendët çështjen e dignitetit, a konsideroni që është zbej pak a shumë me që ka nevojë për një ligj të tillë? Jo, dignitetin, vlerën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, jo unë po kërkush në botë nuk besoj që mundet me azbe. Sepse ushtria shqiptare të Kosovës ka tregu vetën në vitet 98-99. Megjithatë unë mendoj që kem nevojë një ligj që spjegon edhe procedurat që ta përmenda edhe 17 shkurtin, pastaj edhe obligon në këtë rast në duhet me bëu edhe një takim edhe një koordinim ndërministror, i shtesht me obligu edhe institucionet arsimore që të kenë spaku një orë të mësimit të tyre për vlerat e luftës, për luftën në Kosovë, për ushtrisë shqiptare të Kosovës e tjera. Kështu që është një ligj që normativ që spjegon në radhë të parë çka është vlera e luftës shqiptare, çka është ushtria shqiptare e Kosovës, çka është Adem Jashari dhe familja Adem Jasharit, dhe pastaj edhe procedural që spjegon çka mund me bëu shteti për vlerat e luftës shqiptare të Kosovës. Jo qytetarët e Kosovës për këto, po çka shteti obligohet me bëu. Ju përshini për me qëtu është fotografia e presidentes të Republikës Kosovës, ish presidenti në këtë rast, Vjosa Osmani Sadriu. Kjo është bërë me një ligj. Me ligj ne obligohemi me majt një fotografi të tillë. Kështu që ky është një lloj ligji i tillë që i obligon institucionet e Kosovës me respektu vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vlerat e luftës mbërësi të shqiptare, po dhe pastaj edhe mi caktu këto akte ceremonale. Ne prej marshit kur kemi fillu, tash jemi në prill, do të vazhdojnë edhe në maj, kur ne po vazhdojmë me homarë, me përvjetore dhe ju e dini që në Kosovë nuk ka ndonjë dokument zyrtar, as protokollar që cakton ku do të më marrë pjesë kryeministri, ku do të më marrë pjesë andini, ministri, etj, në të cilat homazhe, në të cilat përvjetore, etj. Kështu është një ligj i tillë që e bën thjesht rregullimin e tyre. Gjatë pyetje pra që ju janë parashtruar nga deputetët, pra ka të bëj pak a shumë kur e keni përmend çështjen e ligjit për vlerat e luftës shqiptare, ju keni qenë duke u përgjigjur edhe sa i përket ekspozitës së Shkenzen Gashit, e cila u pezullua pra në sheshin e kryeqytetit për shkak të pasaksive që ka pas si përmbajtje kjo ekspozitë. A parandalon ministri edhe raste të tilla, si me thënë të një ekspozite të tillë që përfundimisht doli që ka pasaktësi kur flasim për masakrat në Kosovë? Po, sepse ligji përcakton institucionet që ato duhet, institucionet në këtë rast, me pas databaza të sakta të masakrave në Kosovë. Rrjedhimisht kur institucionin, në këtë rast janë Instituti i Krimeve të Luftës, institucionet e historisë etj. Kanë databaza të sakta. Unë nuk besoj që ka një OEQ të çmendur në fakt për kështu. Në Kosovë që del me dhëna të veta kur i ka institucionit veta. Që s'mundet me bëjë një gjë të tillë. Te ligji obligon institucionin. Prandaj tu e obligoj institucionin, edhe OEQ-t obligohen me respektu ligj në këtë formë. Ajo që ka ndodhur atë në komisionin parlamentar, unë mundova me usil, ishte takimi im i parë me komisionin. Unë mundova me usil si ministër dhe jo si deputet apo politik në atë moment, po më shumë mendoj Shqipë është një lloj tendence e akterëve të ndryshëm për me nda Kosovë në dy pjesë, në ata që dojnë ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në ata që se dojnë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Shkenzen Gashi është thjesht një entitet, Integra apo si e kanë në shoqata tjetër, nuk e di, janë thjesht do OEQ shoqata, që as nuk kanë të bëjnë me mu, as ma pak me mu, as nuk kanë të bëjnë me Albin Kurtin, as nuk kanë të bëjnë me qeverinë e Kosovës, as nuk kanë të bëjnë me asnjë institucion në Kosovë.
Ajo, ai krimi opinione të tillë, jo, s'ka marrë për krahë. Albin Kurti ka dalë në publik dhe ka thënë që është gabim të dhëna, duhet tërheqën, duhet rregulluar. Është financuar nga Kuvendi i Kosovës dhe kush Kuvendi i Kosovës në të rast që ata deputet të partive të krejt Kuvendit të Kosovës më thirrën mu në përgjithësi për diçka që e kanë financuar. Por e kam thënë edhe atë në komision. Fatkeqësia në Kosovë më shumë është që ne nuk kemi ligje të tilla që përmendën gjymërlërat ushqimtare, edhe rregullore. Kuvendi i Kosovës, për dallim prej ministrive, që të ne mund të ndoni gabim të tillë, nuk ka procedurë me rregullore se si financohet, subvencionohet një organizatë. Me një vendim të kryesisë, ata e marrin një vendim të tillë edhe financojnë. Për dallim prej ministrive që ne bëjmë shpallje publike, e ne kemi biseduar edhe tjera intervista. Bëjmë shpallje publike, shërtohen, analizohet, bëhen dhe ekipi, i këshyrin dhonat e tjera. Kuvendi ka bën ndoshta që të gabim, është gut, po mendoj unë, opinioni jem, me tendencën që mirë, po është një ekspozit për vlerat e luftë, hajde gutëm të paguajnë të qesit. Mandej komuna e Prishtinës prap, është ajo që ka dhënë lejen në shesh për të gut, në çet kuptim, edhe ka dhënë lejen për me dalë, edhe ndodhe ajo çka ndodhi. Këtu mendoj që është më shumë kjo, është kriju opinioni, ka nisë më kriju opinioni, dhe shumë i gabueshëm, besoj unë, sepse janë do vlera që nuk mund thjesht me bëu politikë. Lej anash këto pikë, këto vlera, bën politikë me ekonomi, bën politikë. Revolt ka pasur ministër edhe nga të mjetuarit e masakrave të cilat. Po veç revoltën e parë nisi Enver Dugolli, që është deputeti vendosës. Dhe nuk mund të spëton ty, këto të opozita një pjesë, edhe ata jo shumë, po dhe një pjesë e media. Nuk mund të thonë të televizit vendosës në këtë rast qeverisë Kosovës, i faj, kur vetë qeveria, unë jam ministër, i qëta qeverie, i Albin Kurtit, vetë qeveria dul reagoj lypi me hekë dhe ndodhja, që ka ndodhja u hekë, dhe lypi tash me marë masa të reja. Dhe na e bonëm qëtë punë. Okej, folëm për ligjin dhe ju thatë që do të bashkëndoni pra me shoqatat e dola nga lufta. Konsultim me shoqatat e dola nga lufta. A parashe ligji edhe konfirmimin final të numrit të veteranëve? Apo ka të bëjmë me është tjetër. Jo, konfirmimin e veteranëve, numri final i veteranëve, unë kam biseduar se kam pas takime me disa prej pjesëtarëve të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, komandant, në pozita ndryshme, edhe në zyre, edhe në rrugë, edhe më herët. Unë mendoj që është një bindje e përgjithshme e ushtarëve të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, çfarë të lloj pozite që kanë, komandant general, ushtarë e tjera, që ky numër nuk është real. Që ky numër duhet ndryshuar. Mirë, po kush e merr hapin për me bëu këtë ndryshim, në radhë parë për me ta sqaruar, gjykata ka thu masë të përkohshme të lista veteranëve. Domethënë, ministria ime që tash e ka marrë atë zyrën prej zyrës kryeministrit që është për këtë vit dola nga lufta, nuk guxon të hiç me prek, as me shtu, as me ul, as me u marrë me atë numër, sepse është me masë përkohshme në gjykatë. Unë mendoj që drejtësia është ajo që i s'desh me marrë një hap të tillë, që nuk e ka marrë që kanë kaluar tash 70 vite apo sa kanë kaluar. Nuk e di pse, nuk e di çfarë arsye kanë, po mendoj që puna më e mirë kishte me qenë nëse asnjë prej institucioneve tona ekzekutive e as kuvendi si shmarrë me numrin e listës, sepse tek e fundit Shqipëri kam 39 vjet, në kohë lufte kam qenë 12 vjeç, nuk jam ndoshta unë autoriteti që mundem me thon X komandantit si ke pas çka ushtar, po i ke pas çka ushtar, por atë mundet me po drejtësia, sepse drejtësia mundet me luftu me komë përmes metoda të tjera. Besoj që drejtësia është me bo. Nëse drejtësia nuk e bën dhe nëse ka vullnet të përgjithshëm të ushtarëve në këtë rast, përmes shoqata, përmes forma të tjera të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, po dhe nivel të përgjithshëm, nëse kemi legjislacion që na lejon na me kënaqësi nisim, kur do të vjen prej gjykatës. Po unë besoj që gjykata do të më bëjë. Po ndaj prokuroria gjykatës. Qartë. Kur jemi të veteranët, kishim fol pak edhe për çështjen e pensioneve të dyfishta, është diskutuar shumë gjatë kësaj kohe pikërisht për ata që janë të punësuar në sektorin publik, që sipas ligjit nuk u mundsohet pra që të gëzojnë pensionin e veteranit, por ka pasur edhe raste të tjera kur prej shkurtit të këndej ju është ndërprerë disave të cilët punojnë në ndërmarrje publike si pastrimi, ambienti, por që janë me kompani me vetë financim.
pse ka ndodhur një gjë e tillë, ministër, edhe pse mos t'ju takojnë edhe atyre të cilët janë të punësuar në sektorin publik? Po. Pensionet e dyfishta po i përfshin për gjitha kategoritë e dala nga lufta, sepse është temë që i shqetëson të gjitha ata. Nuk kam njeni me vete, për nduket është njeni 14. Ligji të pension është let i verifikueshëm ose 16 në Google, në publik, që e thot specifikisht në asnjë rrethon prej 2014 se ka po është kjo. Asnjë rrethon një qytetar nuk mundet me i marrë prej buxhetit të Republikës Kosovës 2 pensione. A është i drejtë, as është i drejtë, edhe na kemi biseduar në intervistat kalume. Unë kam ngritur zonën ja 10 herë për këtë punë. Është çështje tjetër. Por që ekziston është baza ligjore, është ligji që ministrisë time nuk ja lejon me i dhon 2 pensione një individi prej të njëjtit burim, që është buxheti i Kosovës, fatkeqësisht është ligji. Qa do më bëhet tash për këtë punë tash tregoj, por kur flasim për veteranët, prej janarit, veteranët që punojnë në sektorin privat e marrin 50% të shumës pensionit që ju takon, kjo është edhe me vendim të gjykatës. Nuk po them që s'kan me pas të drejtë me marrë veteranë që punojnë në sektorin publik, ajo që ne duhet me bo, është prapë po kthehem në fillim, e kemi qu në ekspost pas ekspostit të dërgojmë në plotësim ndryshim ligjin, pa e bo plotësim ndryshim ligjin për veteran këtë rast, edhe 2 ligje të tjera që i thash, nuk mundem me bëni gjë të tillë sepse shkelim ligjin. Ne nuk mundem me shkel ligjin. Po, do të bëjmë plotësim ndryshimin e ligjit, në mënyrë që atyre të lejohet. Po, sepse është premtim i qeverisë tonë të dhjetorit të 2025, kështu që atyre duhet me ju leju një gjë të tillë gjatë këtij mandati, po duhet me bëu plotësim ndryshim i ligjit. Sa i përket pensioneve të dyfishta për kategori tjera, dhe një problem tjetër që ka qenë që fatmirësisht është eliminu dhe kemi diskutuar më herët që një individ është obliguar të kalumen me zgjedh mes këtij apo këtij djali apo kësaj vajze për me marrë një pension, kjo është eliminu, tash është bo me shkallë. Tash pensioni dyfisht për pensioni, se janë disa lloje pensioni, është pensioni kontributant, pensioni bazë, zëriote. Po, që ta shpjegoj. Pensioni bazë dhe pensioni personit për pagjetur, për shembull, ose për dëshmorin, ose tjera. Na jemi të bërë reformën pensionale, jemi të e nisë, e kemi nisë. Aktualisht jemi të bërë reformën e skemave sociale. Ka shumë mbivendosje në skema sociale shqipe në Republikën e Kosovës. Ka shumë, nuk po di që me gjetë një term të butë, po ka shumë metoda ndoshta të keqpërdorimit të skemave sociale në Kosovë. E para, njerëzit që në skema sociale në Kosovë nuk duhet me pasi shtëpi skema sociale. Duhet me pasi metodë tranzitore. Kur ti je pa punë, shteti t'jep social, derisa ti të gjen në vend të punës. Jo ti me hinë social edhe me mbet ton jetën social. Kjo është ndodhur në momentin. Dhe përmes një projekti me Bankën Botërore, projekti SAS jemi të e bo, dhe më nështu bori minimi i përfitimet pa drejta në këtë rast, që kjo e ke termi që lypa më herët, mbi vendosis e tjera, dhe është të punu që përmes skema sociale ta lidhim edhe me asimin profesional edhe me agjensionin e punësimit, që njerëz që janë skema sociale i atësojmë për punë, i dërgojmë në agjencion punësimit, kompanit kërkojmë punë, ja u dërgojmë këta punëtor, në rast se ata refuzojnë me punu, atëherë natyrisht duhet më largu prej skema sociale. Skema sociale nuk është një vend që duhet me najtë përjetësisht. Kur të kryet reforma skema sociale, ka mu bërë reforma pensionale. Nuk është veç kjo padrejtësi në reformën pensionale. Është edhe padrejtësia e 15 vjeçit që diskutu disa herë. 15 vjeçit si 15 vjeç në vetvete nuk përbën problem, po përbën problem disa vite që nuk kanë mujtë këtë rast ish ministria me identifiku qytetarët për stazhin e punës. Kështu që janë disa probleme në skemat pensionale që me reformën pensionale tentojmë me eliminu. Edhe tentojmë me rregullu edhe pensionin kontributdhënës dhe këtë pensionin bazë që quajmë na, kështu që e quajmë ligji na, ky më shumë është një lloj sociale se është pension. Kështu që do të tentohet që me u kthy në pension kontributdhënës
qysh e kanë shumë shtete. Nuk po shpikim kur gjë, thjesht po implementojmë atë që kanë shumë shtete. A merr kohë. Ka njerë kam një bindje që unë jam shumë i lumtur që është kriju kjo ministri. Disa prej sektorëve kanë qenë në ministrit kalume, në 4 ministrit ndryshme. Kjo ministri ka qenë edhe para 2019 si Ministri e Punës me qenër, po jo në këtë formë, po ka qenë një ministri që veç ka kryu shërbime. Ka kryu shërbime, ka shkej pensione sociale tjera. S'ka bo politika për këta njerëz asnjëherë. Veç ka kryu shërbime, ka shu buxhet e tjera. Kështu që na tash jemi të bu politika, por politikat nuk bëhen sot për nesër, sepse mujmë me bo shumë gabime nëse bëjmë sot për nesër. Politikat na marrin pak kohë me u bo, kështu që ato çka po i them unë, jo që po pretendoj, po jam shumë i bindur që kemi arrit, kemi përfundu dhe kanë me u po rezultatet, por duhet me pritë derisa të arrijmë po. Kur të ta finalizoni ligjin për të pagjeturit, është diskutuar gjatë kohës sa keni qenë ju në komision, edhe kur keni raportu para deputetëve, është diskutuar shumë ky ligj, meq ju vetë keni përmend që ka dilema, por edhe, si me thënë, kërkesa nga vetë familjarët e të pagjeturit të cilët e ndërlidhin pikrisht me këtë çështje në pensioneve. Shkuar një problem se më konë në komisione zyrtare personazh dukur, fakyresh ka qenë atëherë ministri i drejtësisë, pastaj ka kalu në zyrët e ministrit, dikur në fund ka te komisioni zyrtar personazh dukur, dhe shqetësimi kryesor ka qenë sepse shoqatët dhe familjarët përmeçsisë personazh dukur donin me pas të qartë edhe benefitet tjera që atyre ju takojnë, statusin e tjera. Sepse është shumë e pakjartë, edhe për mua ka qenë shumë e pakjartë, që në Kosovë ekzistojnë 3-4 ligje për të njëjtën gjë. Kështu që prandaj e përmenda fillim ex poste. Ex poste e bën harmonizimin, vlerësimin, i hek çdo dyshime, ndërkas ligji për personat të zhdukur, që është unë vetë kam dërgu në Ministrinë e Financave atëherë dhe tash ka ardhur unë i bjen që është më asaj ministrie, u ardhë vetëm për vlerësim të impaktit financiar. Na kemi me rikthy në zyrët e ministrit, po ne kemi me dhënë vlerësimin tonë që nuk ka impakt financiar, sepse impaktin financiar e ka ligjin për statusin të drejtat të dëshmorëve invalidë të zhdukurëve tjera. Jo ky ligj, dhe ai ligj mund të lirisht pastaj me u funksionalizu nëse po ne nuk e di tash procedura dhe sakta si është deri në finalizim, po nëse ekziston vullneti atje brenda muajsh finalizohet ai ligj, sepse nuk ka, po s'ka impakt financiar ai ligj. Domethënë është shumë e qartë, është shumë në rregull me atë ligj. Unë veç kom e kthyni, unë ja kam bua atër Ministrisë Financave pyetjen, tash kom ja kthy përgjigjen faktikisht vetës që nuk ka impakt financiar ai ligj, sepse ai ligj nuk është unë, ai ligj është në zyrët e ministrit, po të unë ka ardhur për çet pyetje, për çet vlerësim të impaktit financiar. Ai ligj është desh me u përfundu. Ai ligj shpjegon diçka tjetër, shqipe. Kjo e punës pensioneve. Kjo është ligji në pensione. Jo, po sa i përket ligjit për pagjetura, e keni gjetë mirë kuptimin e familjarëve? Jo, e kemi gjetë shpjegimin na e kemi shpjegu familjarëve. Këtë rast edhe tash kom ja shpjegu, edhe përmes teje sa kemi ja shpjegu familjarëve, që ai ligj gabimisht është perceptu si një ligj që rregullon statuse të benefiteve tjera për kategoritë e personazh dukur. Sepse është ky ligji tjetër, është ligji për statusin të drejta që po e përmend sa herë. Kështu që ne kemi ja shpjegu, këtë rast është obligimi i komisionit, por nuk jam unë në komision, obligohet komisioni përmes shoqatave, përmes meje, ja shpjegu që ai ligj rregullon statusin e komisionit qytetar personazh dukur, fushëveprimtarinë e atij komisioni, të drejtën e familjarit për të ditë për këtë person të zhdukur dhe të drejta tjera ligjore që janë shpallja tjera. Kështu që nuk ka të bëjë me këtë punë. Çfarë do të bëni tash në ministri, dikur në komision për çështjen e të pagjetur, për zbardhjen e fatit të pagjeturve? Janë shumë lokacione edhe tash, është ka gërmohet për shkak ndoshta edhe të kushteve më të mira atmosferike, ka pas disa gjetje gjatë pse po. Ne sot në fakt në një vend, nuk po e përmendi tash me emër për vizitë me kryeministrin, Komisioni Qytetar Personazh dukur ka qenë mision për mua, jo punë. Unë ndoshta nuk mundem kështu emocionalisht me u shkut prej atij komisioni, por
institucionet, qeveria i ka kompetencat në dorë. Në këtë rast, ministria ime nuk ka çështjen personat të zhdukur në ombrellën e saj, sepse kemi deshtë vetë me lënë nën zyrën e kryeministit. Për shkak të një autoriteti pak më të lartë se sa thjesht në ministri, sepse ai komision ashtu kështu në ligjin e saj ka disa ministri në një përmbajtje. Domethënë si antar të komisionit. Jo të ministrin time, ka ministrin punëve të jashtme, të punëve të brendshme etj. Prandaj ka me atje. Po kur do herë që nevojitet nevoja e kësaj ministrie për atë komision, për punën atij komisioni, natyrisht ne jemi këtu. Unë vazhdimsi jam kontakt edhe me zyrtarët e komisionit, derisa demërohet një kryetari i ri i komisionit, dhe e di për punën që të bëjnë të punën raves, aktualisht dhe dini që kam pas disa gjete atje, por mendoj që krahas një pune që është bo, disa gjetjeve që në bo, dhe që i deni edhe tash që po dalin, në kryesë rezultati gjetjeve të vitit kaluam. Intensifikimi i dialogut, sepse ne kemi arrit me bo një deklaratë për sanën të zhdukur në 2003 dhe 2025 me formu një komision të përbashkët që quhet Joint Commission, por që nuk ka prodhu ende këtë rezultat se s'ja ka nis punës. Intensifikimi i dialogut në komisionin e përbashkët është i pashmangshëm dhe duhet të ndodhet sa më shpejt, duhet të caktohet ekipi sa më shpejt për Kosovës dhe për Serbisë që të merr pjesë në këtë dialog dhe të kërkohet ose të bëhet një trysni sa më e madhe në këtë rast ndaj Serbisë për dhënë informacione që kam mos bëhem kështu i tepër të përmend, po që vazhdojmë me i kërkune arkivat klasifikume. Njëjtën kohë e di që komisioni ka marrë pjesë, ka qenë edhe në Kroaci para 2 muaj në s'ka bëj, sepse ne duhet pajisimi edhe me do pajisje tjera që i ndihmojnë këtë rast komisionit dhe Institutit Zgjedhore të Policisë Kosovës për me identifiku sa më lehtë një person të zhdukur. Janë do pajisje që bëjnë skenimin e tokës, ne kemi biseduar edhe në intervistë të kaluame për lidarin që është skenimi në ajër, po është pajisja GPR-in që bëhet skenimi përmes tokës dhe janë do metoda tjera që shtetet e rajonit, këtë rast Kroacia i ka, dhe prandaj edhe ka shku një ekip Kroaci me bisedu me ta, me këshirë me marrë metoda të avancuara për tyre që me implementu në Kosovë. Më dhe që nëse rastësisht e ndryshon këtë qasje të natën të Serbia, shumë më lehtë ishin zbarë fati për sa në të zhdukur, nëse jo punë ka në Kosovë ende, sepse paralelisht kanë tregu disa herë që ne punojmë në Kosovë dhe të njëjtën kohë kërkojmë në Serbi të punojmë, por ato që i quajmë varreza masive ende besoj që janë në Serbi. Dhe veç për në Serbisë ne mund të arrijmë dënimin më i madh i qetja. A disa herë keni përmend edhe gjatë kohës sa keni qenë në komision, por edhe së fundmi është përmend që për shkak të qasjes së Serbisë është vështirë të qaset në këto varreza masive, por e përmendet më herët edhe çështjen anës së personale. Pra ju si shumë familje në Kosovë, me qindra familje në Kosovë, edhe ju kërkoni fatin edhe nuk keni informacione për babin e juj Ukshin Hoten. A shpresoni që një ditë do të keni informacione pak, po ju pyes prej anës personale, do të them po. Atë në komision përëndor më akuzuan se fuza anën personale në punë, po s'ka lidhje është, po ne është drejta ime të këtë punë. A edhe në Shqipëri që problemi me mua se kam qenë mëso, komision ka qenë pikërisht anë personale. Qysh dhe ndoshta edhe përparësia më e madhe. Sa herë që ne kemi pas gërmime dhe ekipet kanë gërmu, nuk është që kom shku me gërmu, edhe shpesh herë jam mundu edhe me u largu prej vendeve të gërmimit, sa herë që ata kanë pas gërmime, unë në anën tjetër e kisha atë ndjenjen e rënduar, emocionale, shpirtnore, se mos rastësisht, po ndodhë gjetja dhe të babi tjerë. Natyrisht që shpresoj, jo me këtë qasje të Serbisë, sepse unë e kom pas përballë, disa herë, dhe është shumë e rëndë kur e din që ata din, kur e din që ata e kanë përgjigjen që te kërkon dhe e luajnë një rol shumë interesante të viktimës përballë faktorit ndërkombëtar, sepse ta kemi vendin gjithmonë me
faktorë ndërkombëtare luajnë një rol të tillë të viktimës, kjo t'jep me nënkuptu që ata s'kan me ndryshu qasjen, s'paku jo për një kohë. Kështu që sa i përket shpresës që Serbia për na jap informacionin, si janë dhe në këtë rast, shumë vogël kam shpresë. Sa i përket shpresës që Kosova, institucionet tona të sigurisë, qofshin ato të inteligjencës, policisë, komisioni, tjera, për shkak të angazhimit të këtyre unë besoj që dikur ka me u sport fati. Çu kujton ju ministër ditën e fundit kur jeni taku me babën ju, për shembull e përmendet që ju keni qenë 12 vjeçar nëse nuk gaboj në luftë? Po, unë thash atë ditën në komisionin parlamentar, unë nuk lejoj që dikush me mësu vlerat e luftës, sepse unë kom lind me to, jam rrit me to, kom ertek me to. Dhe çka kom desh me thonë me këto është edhe kjo, përveç tjetër. Si fëmijë, jeta jam ka qenë me policë që t'i kanë mshu derës dhe t'a kanë shkatru ke shpinë, fjala. Jeta jam ka qenë me pranga të prindit tim, në vazhdimsi, rrahje tjera. Dhe fundi i takimit me babin ka qenë me grila. Unë jam rrit me grila para vetës, me një marrë të grilave dhe babin e më pa për te grila. Kështu që s'mund të kush me mësu vlerat e luftës për mua. Kjo ka qenë edhe takimi jam i parë, i fundit në fakt. Unë kam taku babin çdo muaj shqipe në pothuajse çdo muaj. Burgje të ndryshme. Është shumë interesant se veç pak i mbaj mend burgun e Dubravës e mbaj mend shumë mirë, burgun e Mitrovicës së Sremit e mbaj mend shumë mirë, Nishën e mbaj mend pak, Prizrenin e mbaj mend pak, nuk di pse. Po unë e kam taku babin, e kam vizitu babin në shumë burgje, po kam qenë fëmijë. Çdo një muaj kanë do takimet, por ka një herë edhe nuk është që duas me i kujtu fort, sepse veç e rënojnë këtë ndjenjen brenda meje se qysh je rrik. Po, para se të kalojmë te tema tjera, ministër, kisha dashur vetëm ju pyet edhe për çështjen me që folëm për kategoritë e dala nga lufta në përgjithësi, kisha dashur me pyet edhe sa i përket viktimave të dhunës seksuale. Pra është një komision që prej vitit 2018 ka filluar punën për njohjen e statusit të viktimave, ligjërisht nga shteti të paktën. A planifikohet heqja e afatit, marrë parasysh që gjitha organizatat partnere të platformës VOZREM, por edhe ato që pak a shumë i përgatisin këto viktima për aplikim, kanë kërkuar disa herë që t'hiqet afati me arsëtimin se rrëfimet e tyre nuk kanë skadencë. Në ligjin që e përmenda më herët për statusin e drejtat e familje dëshmorëve, dëshmorëve tjera, me një plotësim ndryshim, hi pastaj edhe çështja e dhunës seksuale. Dhe aty parashihet edhe një afat kohor. Kështu që edhe ai ligj, edhe tregova, do të jetë në plotësim ndryshim, sepse është në ekspost, dhe natyrisht që ne presim komendet e komisionit. Komisioni në këtë rast është organ i mekanizëm i zyrës kryeministrit, por që e përfaqëson ky listë që kam unë, dhe në aspektin e mbështetjes financiare për këtë kategori, natyrisht që ky listë e mbulon përmes ministrisë time, por edhe në aspektin e afatit kohor e mbulon ky listë, dhe në momentin që kemi plotësim ndryshim, në momentin që japin rekomandim komisioni dhe organizata që ju përmendet, dhe në momentin që parashihet nevoja, dhe që unë besoj që parashihet nevoja, sepse kjo është kogja ndihshme kjo pjesë, natyrisht do të shtyhen afat. Afatet nuk mendoj që janë çfarë problem. Janë problem që janë në ligj, por afatet nuk besoj që ka qeveri që ju lejon nëse shihet nevoja që ka ende persona që kanë me raportu për dhunën seksuale. Po, mos krijohet një presion, por nuk e di pse kanë qit afat kohor, por mësuri që do të shtyhen afat në momentin që japin komendet e tyre komisioni. Nuk është problem afati, sa është problem bindja e qytetarëve, dhe për këtë mendoj që do të jetë prapë po e bëjnë, komisioni po e bën fakt në vazhdimsi, por ndoshta me intensifikë fushatën sensibilizuese ndaj qytetarëve tonë, sepse ai nuk është krim që e ka bo viktima, por është krim që e ka bo kriminali.
dhe që është vlerë, dhe është vlerë e jona, në këtë rast, kjo viktim, këta persona, kështu që ne duhet me hekët stigmen që ekziston tek ne, dhe duhet qytetarët me kuptu që e kanë një adresë, dhe kanë për një adresë, qoftë edhe ministri, qoftë edhe në komision, sepse komisioni është autoriteti, por ku do qoftë policisë Kosovës, ku ata mundën me tregu krimin që ka ndodhur ndaj tyre në mënyrë që jo benefiti, por drejtësia të vihet në. Se pa u vu drejtësia në vend, nuk besoj që ata janë qetë, e kanë me konë qetë. Ju tash ministër jeni përgjegjës në pak ministria edhe për mirëqenjen e familjeve. Pashmangshëm do të flasim edhe për rastin për cilën është raportuar dhe, si me thënë, është rënditur Kosova sa i përket raportimeve dhe çka ngjan me rastin e 5 vjeçarit nga Lipjani që ka të bëjë me keqtrajtim nga prindërit e tij. Na trego se cilat janë informacionet e fundit që i kemi, a keni pranuar raportin final, edhe kush janë përgjegjësit, kush dështojnë parandalimin e këtij rasti, ministër? Shumë. Po mirë thëtë, na tash ministria është për e madhe dhe kam shumë fusha të përfshirë dhe një pjesë të kësaj fushë, ne bojmë Departamentin për Shërbimet Sociale. Këtë rast, bën politika në këtë pikë, por qendrat për punë sociale që në nivel komunale merren me menaxhimin e rasteve, qoftë individuale, qoftë grupore, qoftë familjare, qoftë tjetër, prej 2009-s. Ne nuk kemi asnjë lloj kompetence këtu. Çka ne kemi kompetencë, çka ne kemi kon me aktivizu inspektoratin ton, me këshyrë zyrtarët e qendrës për punë sociale, ai kanë kry obligimet e tyre konform ligjit me këtë rast të kësaj familje. Dhe po, raporti më ka ardhur, po ju dini që ky rast nuk u jetëm në hetim, po them kështu, nuk është që ka qenë veç pamësia ime, por është edhe nga Afrobrija e Kosovës, kështu që unë do të rezervohem shumë në të gjetëve të raportit. Ajo që ka dy gjana që më tregu që kena më bo, është me propozu koordinatorës kombëtare, që në këtë rast është zonja Donika Gërballa Shvarc, që me thirrë takimin e grupit koordinues ndërministror për mbrojtjen nga dhuna në familje, sepse e përmenda më herët Departamentin për Shërbimet Sociale, QPS-t, i politikat për këta i bojmë ne, por qendrat e shëndetit mendor janë kuadrat e Ministrisë Shëndetësisë. Policia e Kosovës është kuadrat e Ministrisë Punës Brendshme. Kështu që nevojitet një koordinim ndërministror në këtë rast për me pa çfarë veprime do të ndërmerren dhe ku sakt është problemi. Çka kemi identifikuar? Raportin më pranuar kështu që detyrosat. Kur njëna prej gjetura të raportit thotë që në vendimin e gjykatës të vitit 2023, gjykata çuditërisht i ka obligu qendrën për punë sociale për monitorimin e familjes në raport me fëmijë, por e kanë obligu qendrën për punë sociale në raport edhe me prindrit për shëndetin mendor tyre. Që QPS-t nuk merren me shëndetin mendor, janë qendra për shëndetin mendor që merren me shëndetin mendor. Jo QPS-t. Sidoqoftë, prapë po them, është në hetim prej prokurisë dhe do të rryhet. Çka mundem me ndërmarr tjetër ne, është një propozim ndaj kryetarit të komunës së Lipjanit që me qit në masa disiplinore të gjithë stafin e qendrës për punë sociale që është në Lipjan, dhe këtë kemi me bo nesër, besoj në punën sepse sot është jashtë afatit të punës, dhe me shërtu nëse ata për një me i kanë ndjek masa tjera. Çka konstaton raport? Ku janë shkeljet që janë bo? Nuk mundem me t'i thonë të gjitha që konstaton për shkak se është në hetim prej prokurisë, por të tregova që konstaton raportin ja është çështje ndërministrore, domethënë problemi nuk është veç te QPS-ja, por edhe të do institucione tjera. A ka shkelje prej zyrtarëve komunal të qendrës së punës sociale ose neglizhencë, mund me ta konfirmu që po, por më shumë se më në aspektin. A po ti mund të parandalohet po? Këto dy veprime që të thash kanë me ndërmarrë prej neve, kërkesën për me ftu Donika Gërballën që me ftu
këtë grupin koordinues dhe dyta me propozu kryetari komunës që me ndërmarr masa disiplinore ndaj qytetarëve aty. Licencën ndaj shefës së QPS-s dhe menaxherës së rastit ne kemi përgatitur, jemi gati me tërheq, po për një gjë të tillë na nevojitet një koordinim ndërministror e ndoshta edhe me prokurin. Po thoni ti që licenca qendrës? Jetë Apo qendrës si shefës? qendrës. Shefës? Shefës së këtë rast menaxherës së rastit dhe shefës së QPS-s, Së punëtorës. nëse 100% konstatohet që nuk i ka ndërmarrë veprimet që i ka konstatu ose obligu gjykata në vitin 2023 në raport me këtë. Dhe ju jeni në pritje? Po. Prej? Jeni pritje që të merrni një vendim të tillë? Po. Po, ne jemi në pritje sepse janë edhe disa hapa shtesë që duhet ndërmarrë inspektorati. Këtë rast janë të ndërmarrë një verifikim me policinë e Kosovës. Se sa herë po them që s'po du me tregu ma shumë detaje në këtë raport, sepse nuk di çka mundet me bëu prokuria pastaj, por momentin që bëhen do koordinime me policinë e Kosovës dhe verifikohet kjo që e thash, po unë nuk mundem mos me marrë se një fëmijë sa dhe spital me nuk po shpjegoj krejt, po me gjymtyrë të dëmtuara për fajt e dikuj. Kështu që dikush këtu do me marrë përsipër. Cilat janë informacionet që keni si ministër, pra ju e përmendet vetë fëmijën, cila është gjendja e tij, po edhe të fëmijëve të tjerë të kësaj familje me që prindrit janë në Përveç politika që i krijojmë ne për qendrën e punës sociale, ne i subvencionojmë këtë rast edhe strehimorët që kryesisht janë OJQ, nuk ka strehimore publike në Kosovë, që kanë karakterin e strehimit familjar dhe i marrin këto fëmijë në strehim. 6 fëmijë të tjerë në bazë të asaj që unë kam informacion, janë shumë mirë në shëndet, janë strehu, janë monitorim nga ana strehimore, bëhet përmes neve, përmes Departamentit për Shërbime Sociale. Fëmiu që është i vogël është në një gjendje stabile, por që ti mund t'jesh, nuk po du me i thonë çdo detaj, shibe, po ti mund t'jesh stabil në aspektin fizik, por në aspektet tjera, ai fëmijë ka psu trauma të mëdha. Nuk jam ndoshta unë kompetent, por ne është Ministria e Shëndetësisë, shëndeti mendore të tjera, po ai fëmijë ka psu trauma të mëdha. Çka garanton shteti për këta fëmijë, marrë parasysh që prindrit nuk janë më me ta, por edhe sot gjatë, a mund na shpjegon sot gjatë mundër me qëndru ata fëmijë në qendër për punë sociale, çka për te, çka parashen? Edhe kjo është një problem në vete. Në Kosovë ka familje, dhe fatmirësisht unë jam i lumtur që ka familje të tilla, të cilat kanë marrëveshje me ministrinë këtë rast, Departamentin për Shërbime Sociale dhe strehojnë fëmijë të tjerë. Por kjo nuk do të thotë që ata fëmijë strehohen permanent. Ata fëmijë strehohen deri në një gjetje apo zgjidhje tjetër për ata fëmijë. Është i përkohshëm. Kjo është një problem goxha i madh. Se çka do të ndodhë me këta fëmijë, është një problem që nuk e përfshin më ministrinë time, sepse duhet të marrë një vendim tjetër kush. Është një koda që merr vendime të tilla, a do t'ja merr familjes të drejtën e prindërimit për hershëm, që do duhej me marrë në këtë rast pashmangshëm, dhe kur do që ja merr, pastaj ndodh qendra tjera që dërgohen ta fëmijë në jetimore e tjera për mbikëqyrje. Ka raste kur edhe për këtë vjen mirë, kur ka familje në Kosovë që kërkojnë të adoptojnë fëmijë, dhe ka raste edhe kur adoptohen fëmijë që janë permanent që i merret e drejta prindërimit nga dikuj tjetër. Kështu që çka ndodh me këta fëmijë mbetet të shihet. Ajo çka do patjetër dhe çka mund të sigurohet që këta fëmijë nuk do të jenë për kujdesit të shtetit, është fatkeqësi e madhe që s'kemi mujtë me parandalu, por natyrisht që tash do të jenë në përkujdesin të shtetit. Derisa këta fëmijë keni zgjidhje permanente, qoftë me ato që përmenda familjen, qoftë në forma tjera që ne gjeni. Qendra për punë sociale disa herë është diskutuar që nuk kanë numër të mjaftueshëm të punëtorëve social, marrë parasysh që qendra për punë sociale, gama aty janë prej 70 shërbimeve që ofron një qendër për punë sociale, së paku do të ofrojë, por me 3 punëtorë social ndoshta është problem. A keni para pa dhe këto si prioritet? Nuk është
Po, veç me qenë qartë, se ndonjëherë po krijohet ai opinioni gabim. Nuk pajtona plotësisht me ty, unë i kam raportet që ndonjëherë një zyrtar i qendrës punë sociale ku dëgjoj në Kosovë, i ka 250 raste dhe kriterja apo normalja në BE është 30. Këto raporte nuk janë kriju prej neve, janë kriju prej organizatave ndërkombëtare, por kjo është kompetencë e komunës, jo imja. Domethënë mos të marr diçka që nuk është imja. Muj me ndihmu, sepse do të rekomandoj, ne kemi përgatitur një dokument që me i rekomandu komunave, në të kryetarëve të komunave, që me rrit stafin, që asun se kuptoj pse ata nuk e rritin stafin, domethënë në Lipjan do duhet të ishte minimum 6 dhe janë 3 këtë rast, dhe për këtyre 3-ve 2 janë me licencë, nuk janë as 3 me licencë. Edhe kjo është një në prej gjetëve në raport. 2 me licencë, një është pa licencë. Atë që është pa licencë. Jo, ai pa licencë krymon me shërbime administrative, por nuk merret me rastin, nuk e menaxhon rastin. Kështu se veç 2, a e kupton sa e rëndësh. Ne kemi përgatitur një rekomandim që kemi ja dërgu krejt kryetarëve të komunave për mi plotësu në radhë parë numrin e zyrtarëve që obligohen në QPS e ligj, por ne kemi një ligj që nuk mundemi me ndërhyj, nuk mundemi me obligu komunën, ne mundemi me rekomandu komunën, mi tregu ç'është është më mirë komunës, dhe jo vetëm për zyrtarë. QPS-t, sepse unë kam pas takim edhe me disa prej tyre, QPS-t kanë probleme edhe tjera bazike, prej pajisjeve teknike, nuk kanë vetura, kanë si lloj probleme që fatkeqësisht nuk e di pse. Nuk mundem me thonë pse, sepse janë kryetarët e komuna ata që e dinë pse. Po ajo çka ne kemi menduar dhe kemi diskutuar dhe po e vazhdojmë me diskutuar në nivelin politik është që me i rekomandu ndoshta qeverisë që buxhetin komunal, kur të ndahet buxhetin për shërbime sociale, në rast për qendrën punë sociale, tua dedikojmë vetëm qendrën punë sociale. Ka ndodhur në bazë të informacioneve që unë kam, që buxheti që ka qenë dedikuar për QPS-t X komunash e kanë rialoku në departamente tjera. Domethënë një buxhet që është dhënë për QPS në Kuiriun, nuk po marr shembull të cilën komunë asnjë nga komunë, një X kryetari i komunës, se kjo nuk është pak, shumë ka ndodhur këtyre, e ka marrë këtë buxhet, e ka rialoku diku tjetër sepse ka konstatuar se këtu nuk është e nevojshme me investu. Qeveria e ka dhënë buxhetin, komuna ka rialoku buxhetin. Ajo çka po shqyrtojmë ligjërisht a mundemi është me i obligu komunën që ne kur t'ia dërgojmë këtë buxhet komunës atje, qeveria jo ministria, ai mos pas drejt me lëviz, po me investu në QPS-n komunale. Qoftë në infrastrukturë, qoftë në njerëz, qoftë çfarë. Çka do të bëni ju që të parandalen raste të tilla si rasti fatkeqësisht i 5 vjeçarit? Çfarë po e thash? Që të rekomandojmë komunave të rrisin nivelin e QPS-së këtë rast, të rekomandojmë edhe OJQ-ve, sepse ne kemi një shpallje shqipe që është aktive dhe besoj që përfundon edhe 3-4 ditë, nuk e di të premten do të përfundon. Ne subvencionojmë rreth 50 OJQ në Republikën e Kosovës që merren me këtë rast. Unë mendoj që këto që duke i falendëruar që merren me këto raste të menaxhimit të këtyre fëmijëve, plezhve tjera, do duhej përmes neve ose bashkë me neve t'ja nisim ka pak me ngrit edhe nivelin e vetijës në Kosovë. Është shumë e rëndues, unë nuk mundem me folë se ministër, por nëse flet si qytetar, është shumë e pa kuptim mos me ditë edhe ata që kanë qenë për rreth, që një 7 fëmijë janë tu keq trajtuar prej 2 prindërve që atje në Lipjan me vite. Nuk është një herë me vite. Është këgja çuditshme nëse janë nisë me menu çka ku jemi në shoqëri. Po fatkeqësisht, pra po e them, kompetencat e ministrisë nuk janë mbi menaxhimin e rasteve, po veç krimit politikat. Ne politikat i kemi, çdo lloj ligji që është në këtë ministri, që i përfshin edhe ligjin për shërbimet sociale, për me harmonizu edhe me nevojat sot të tregut dhe kriteret e BE-s, ne i kemi qunën plotësisht.
dhe do të bëjmë plotësim ndryshime. Çdo lloj rekomandimi që është i përshtatshëm natyrisht edhe për Kosovën, që na ka ardhur po na vjen për organizata të ndryshme ndërkombëtare, qoftë edhe të Bashkimit Evropian, ne po mundohemi me implementu në rregullin. Ligji kur jemi të fëmijët, ligji për mbrojtjen e fëmijës parasheh edhe ndërtimin e, nëse nuk gaboj, të 7 shtëpive në rastet ku identifikohet 5 shtëpive ku identifikohen raste të tilla të keqtrajtimeve, të dhunës e tjera të këtyre fëmijëve. Edhe ky ligj është tu përfunduar plotësimisht, momentin që përfundon po. Po, ne do të ndërtojmë po patjetër. Okej. Për shkak të fushëvërimtarive, siç e përmendëm që ka shumë që përfshin pra ministria juaj, kisha dashur shkurt me përmend edhe çështjen e pensionistëve, edhe pse pak më herët e përmendet, por edhe të persona me aftësi të kufizuar, por edhe atyre që jetojnë në varfëri të skajshme, çka është prioriteti juaj, ministër, për përmirësim të jetesës, për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës? Po, të pensionistët tek kategoritë të tilla që është obligimi i kësaj ministrie në radhë parë të skemat. Ne i përkrahim. Ky është obligimi i kësaj ministrie përmes skemave të ndryshme, në këtë rast pensionistët përmes pension, jo skema, dhe krijojmë politika për to. Kryesisht politikat tona i zbatojmë përmes organizatave të ndryshme qeveritare. Dje po tani takim me një prej organizatave të tilla që ishte quhej organizata Nën Tereza. Dhe po me të patëm një diskutim dhe një bisedim që ne duhet tek pensionistët në këtë rast, ne duhet gjejmë një zgjidhje që pensionistët në Kosovë edhe të ndihen aktiv në edhe në gjuhë shqiptare, nuk kanë njerëz të huaj, janë familja jote. Edhe të ndihen aktiv në jetën tonë, edhe idenë që diskutuam ndjek edhe ndoshta formimi përmes gjithmonë. Jo ne, formimi i vendeve ku mund bëhen socializim mes tyre, përmes organizatave jo qeveritare, edhe të ofrohen shërbime, pavarësisht se kjo është edhe Ministrisë së Shëndetësisë, të ofrohen shërbime që ata kanë nevojë në shtëpi. Çka ne mundem me bëu me u ndihmu atyre, është m'ia u letu jetën kur ata kanë punë me neve. Ju dini që çdo 6 muaj pensionistë obligohen, vetëm një kategori tyre nuk obligohet, se gjykata e ka marrë vendim dhe ne jemi po publikisht, të tjerët pra publikohen. Çdo 6 muaj me ardh në këtë ministri apo në rajonin kudo që kemi zyrën dhe mu lajmëru. Kjo do të eliminohet. Ne do të digitalizojmë punë që ata mos kenë nevojë më me ardh tek ne, po ne shkojmë te ata. Shkojmë te ata ose përmes digitalizimit ose përmes shërbimeve në shtëpi. Të gjitha shërbimet tjera apo politika tjera që jemi të i bo, që janë në kodër kësaj ministrie, janë të harmonizu me kriteret që i ka Bashkimi Evropian. Dhe të gjitha gjetjet që i kanë bërë organizata ndërkombëtare, ne jemi të mundu me implementu në ligjet tonë. A ka strategji ose a planifikohet hartohet një e tillë afatgjate për uljen e varfërisë në Kosovë? Ne e dim se në çfarë kushtesh jetojnë, po edhe kur i marrin pensionet ose si me thënë socialin, e dim sa është numri i madh i tyre, përmendet që është në fillim, që ka një pasivizim të qytetarëve të cilët pra janë të përfshirë në skillë sociale. Kur flet për social është ajo që thash më herët, është reforma sociale, një platformë që shpjegova më herët, do të arrijmë bëu, kur nëse flasim për pensione, është reforma pensionale që unë mendoj kur të bëhet kjo reforma pensionale, do të jetë një bazë kogja e mirë që me au rrit me një formë, sepse kjo nuk vardësh për me është për Ministrisë Financë, apo me au rrit pensionet jeshëm edhe këtyre që sot e marrin. Sepse përmenda më herët edhe pensionin kontribuzionës janë edhe çështje tjera që të përfundu në aspektin e reformës pensionale. Kështu që kur flasim për çështjet sociale që thash më herët, kur flasim se më duhet të më pyete për rritjen e pensione, kur flasim për rritjen e pensione bëhet edhe me rritjen ekonomike të vendit, por përveç kësaj, se këto ta thot e Kurani, unë ta them këtë tjetrën që është reformën pensionale, dhe me reformën pensionale unë jam shumë i bindur që do të qoftë rritja ekonomike e vendit, ne kemi pas bazë mjaftueshme me rritë pension. Cili është prioriteti i juaj që ju synoni ta përfundojnë përveç? Të gjitha ato që e thash. Jo, unë nuk synoj, unë synoj për me bëu gjitha që i thash, sepse unë Shqipe vi prej
qësoj shoqërie që vim në gjithë dhe që këtë ministri e ka pas në nevoj shumë herë. Shpesh herë kom pas nevoj me ma respektu ligjin e punës, punë dhe nësirë, s'po gjatë qeveri, kalumën. Shpesh herë kom pas nevoj për një inspektorat, shpesh herë kom pas nevoj ndoshta për një shërbim sociale, etj. Sepse pistujt vi, prej kësaj shoqërie vi. Kështu që unë besoj që gjitha prioritetet që kemi, objektivat që i kemi vendosur në këtë ministri dhe që jemi tu i vendosur, jemi tu i hartu, i kemi hartu, janë të implementueshme. Nuk kom mendu diçka që s'është implementueshme. Të gjitha reformat e digitalizimi që i kam përmend dhe konvertimi ndoshta i agjencionit të punës në një agjencion thjesht shërbimi, po në një agjencion ku e bën një trekëndsh që është skemën që përmena më herët, si njerëz që janë skema sociale, aftësimin profesional dhe pastaj tregun e punës, ka me centralizueshme. Ne do t'i shohim edhe bizneset që janë në Kosovë, në këtë rast si partnere, sa i përket agjencionit punësimit, që as bizneset në Kosovë mos dëvujnë më për gjetjen e punëtorëve, që e dini që është ndodhur aktualisht në Kosovë, dhe marrin prej Bangladeshit punëtor, por t'ja u ofrojmë ne përmes aftësimit profesional që këtë e kemi në kodrë të ministrisë, dhe aftësimin profesional ta orientojmë ka nevojat reale të tregut. Mos bëjmë aftësim profesional, mos ta quajmë kështu veç aftësim profesional dhe të krijojmë profesione që nuk janë nevojshme në Kosovë, por të krijojmë profesione që janë për moment nevojshme për nevojat e tregut dhe të orientojmë drejt në punë. Kështu që janë disa prej punëve që unë besoj centralizueshme. Ministre, pashmang shumë ju pyes për çështjen e presidentit, veç emri juaj është përmendur edhe para seancës së fundit që është mbajtur për zgjedhjen kur u zyrtarizuan 2 emra, por nuk arriti të votohen për shkak të mungesës së quorumit. A jeni të gatshëm nëse përmendet diskutohet sërish emri juaj, meqense ju tash e 2 muaj keni marrë pozitën e ministrit? Emri im është përmend, emri im është ataku, është sulmu, nuk e kuptoj as vetë çka po ndodh me emrin tim. Ai ka qenë thjesht një moment i vullnetit të kryeministit Kurti për me imi natyrisht, për me dalë prej një ngërshi, për një situate të pazgjidhur, qysh edhe jemi sot. Arsyet i u shpjegu 100 herë pse emri im ka qenë i vendosur aty si diskutim mes 2 liderëve politik. Nuk mundem me ditë arsyeën pse është refuzuar nga pala tjetër, megjithatë me thënë të drejtën, a ka qenë vullneti im? Jo shumë. A është nder i madh o shumë nder i madh, dhe kur po i ndëgjoj dhe po i shoh që sepse e pashti kur e ndëgjova, nuk e di kënd e ndëgjova që kryeministri Kurti ka desht me lujt me figurën e Andin Hotit, dëgjova me lujt ka kuptim nëse lujnë me naj pozit ku e dion atje një zyrtare që të ishë më herët fotokopjes, po me ta ofru presidentin, me thënë je kandidat për president, dhe qovë veç kandidat, ku që tjetë. Edhe me thënë dikush tjetër që po lunë, kjo është banalitet. Kjo është veç me desht me thonë që ne si jemi ka shumë e bozini. Sa i përket emrit tim, ka qenë në tavolinë për me bo një zgjedhje, dhe unë konsideroj, natyrisht më besoj që se qytetari i Kosovës ka me pas ndjerin me qenë president, po konsideroj që për atë sa ka përgjegjësi presidenti, përvojë politike dhe përvojë institucionale në të përfshirja 17 vjet në institucione ka. Nuk është prapë e përsërisë një emër që është vendosur prej meje, është konsultuar me mua dhe është menduar që kanë kandidatuar parti tjera. Tash janë 2 emra tjerë, shumë të respektuar. Tash nëse më pyet kështu, nëse më pyet për më ta tregu edhe një herë që nuk ka qenë kështu shumë vullneti, nëse më pyet Glauku Njufta ashtu dhe Andin Hoti ashtu, unë kam drejt me votu, unë e votoj Glauku Njufta. Unë vetë kisha votu Glauku Njufta për ballë meje. Sepse ka përvojë më të madhe politike, institucionale e tjera tjera. Mirë, po janë rrethonat që janë rrethonat. Unë nuk e di çu do të gjendë zgjedhja. Unë e di që po krijohet një precedent
i rrezikshëm, i gabueshëm, i kalkulueshëm shumë gabim prej partive politike, sidomos opozitare në Kosovë, me idenë që po shkojmë zgjedhje dhe po ndryshon rezultate, që çdo qoftë që ka me ndryshuar rezultate, ka me pru probleme shumë më të mëdha në Republikën e Kosovës, sesa që kemi sot veç për një president. Institucionet e Kosovës ekzistojnë, kuvendi i Kosovës është të funksionu, vlen parimi vendi duhet ketë president, le ta zgjidhin presidentin. Unë është dikush tjetër, nuk është më rëndësi. Unë do isha i gatshëm, që është po më pyet që 3 herë, si emër, vetëm nëse këtë parti politike konsiderojnë që s'po gjejnë një zgjidhje tjetër. Nëse gjejnë udha marë, sepse unë jam shumë i vullnetshëm për me punu në këtë ministri dhe me qu përpara objektivat që kemi në këtë ministri. Unë sinqerisht veç bëj një lutje dhe më falë që partitë politike të gjitha në Republikën e Kosovës të krijojnë politika afatgjate, strategjike dhe jo sot për nesër. Po gabojnë shumë. Po gabojnë shumë sepse do i shojnë qytetarin 5 herë dhe te del në rrugë dhe me si qytetar që bisedon e kanë të njëjtin problem. 5 herë për që në zgjedhje, po e demoralizojnë, dhe në pikë fundit, dhe të e ditë dhe herë në fundit që ka ndodhi me vota, që nuk ka 3 muaj, po gabojnë shumë sepse po hinë me një precedent shumë të rrezikshëm, që nuk ua garanton kërkushisht që presidentin kanë me mujtë me zgjedhë ma zgjedhë, sepse nuk ka parti politike në Kosovë që mendojnë aktualisht që mundet me marrë 80 deputet veç vetë, 81 deputet, nuk ka. Të gjitha sondazhet nuk po e thojnë që që kemi ne, që po i shohëm ne, e po është edhe një ditë në njën prej medion. Nuk po e thojnë që ka me bas në ndryshim të madh për opozitën, bile po e thojnë që ka me bas ndryshim për lëvizjen e vendosje, janë të e dërgu vendin në një krizë të re, institucionale, ekonomike, sociale, çfarë do lloj krize, në një kohë kur bota ka shumë nevojë për institucione të sigurta stabile. Dhe ne jemi bota një pjesë e saj është në një krizë të madhe, edhe të luftra aktive, edhe ekonomike, edhe probleme tjera, ne bojmë hajgore, po shkojmë zgjedhje janë 5 herë në viti, kjo është pa planueshme, por çdo qoftë nuk është vendimini. Faleminderit shumë për këtë intervistë për kohën e juaj, ministër. Për mua është kënaqësi, besoj që do kemi mundësi edhe hera tjera të bëjmë intervistë dhe të shohim deri ku kemi arritur edhe me ato që i përmendëm, edhe me objektivat që unë veç i kam qitë para vetes prapë dhe përsëris jam shumë i bindur që janë objektiva të realizueshme dhe kemi realizuar bashkë në stop. Faleminderit shumë. Kaq nga kjo intervistë me Ministrin për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, ju vazhdoni të qëndroni me platformat e Agjencisë së Lajmeve Kosova Press.